Fjalët që bien më rënd se e vërteta, salla ishte e mbushur me njerëz, por ajo i dukej i rënd, sikur çdo frymëmarrje kishte peshë. Banorët ishin mbledhur rreth tavolinës së madhe, disa ulur, disa në këmbë, të gjithë me syt nga limi. Ai rrinte drejt, por shpatullat i kishte pak të varura. Nuk ishte frikë. Ishte ajo ndjesi kur e di që çdo fjalë që do të thuash, do të ndryshojë mënyrën si të shohin të tjerët. Flis, limi, tha dikush. Thuaje si ka qenë, ai mori frymë thellë. Për një moment dukej sikur po kërkonte fjalët e duhura, ose ndoshta guximin për t'i thënë, me Albën. Filloi ai, ne nuk jemi njohur këtu, në sallë u bë heshtje. Jemi njohur në një reality show tjetër, jashtë, vazhdoi. Aty u afruam. U lidhëm. Ishte diçka e fortë, intensive. Siç ndodhin gjërat në atë lloj ambienti, disa prej banorëve u pan mes tyre. Disa tjerë u përkulën përpara, të vëmendshëm, po aty. Limi uli pak zërin, po aty u ndam. Live. Para kamerave, një murmurim e lehtë përshkoi sallën, po prit, ndërhyri Hygerta, me ton të qetë por të prerë. Po ti the që nuk e ke takuar më Albën pas asaj. Limi ngriti syt, jo, tha. Nuk është tamam ashtu, si jo tamam. Vazhdoi Hygerta. A jeni takuar apo jo? Një sekond heshtje. Pastaj ai foli. Jemi takuar edhe herë të tjera, kjo fjali ra sigur, si? Tha dikush, kur? Tha një tjetër, pas realityt, shpjegoi Limi. Jo shumë shpesh, por po. Jemi parë. Kemi folur. Kemi provuar të kuptojmë çfarë ishim, tani sytë të gjithëve ishin të ngulur tek ai, Ludo, që deri atëherë kishte qëndruar i heshtur, u mbështet pas karriges dhe foli ngadalë, me atë tonin që përdor kur po lidh copzat e një puzle, do me thënë. Tha ai, Alba neve na ka thënë që këtu jeni njohur. Që nuk keni pasur histori më parë. Ai ndaloi për një moment, pastaj shtoi fjalin që ndryshoi gjithçka, do me thënë. Na ka gënjur. Salla u mbush me një heshtje të trashë, askush nuk foli me njëherë. Fjala gënjur rri pezull në ajër më gjatë se çdo fjalë tjetër. Sepse nuk është thjesht informacion. Është akuzë. Është zhgënjim. Është prishje besimi. Limi nuk reagoi me njëherë. Sytë i shkuan poshtë. Jo sepse donte ta mohonte, por sepse e dinte që gjërat nuk ishin bardhë e zi, nuk e di nëse e ka bërë për të gënjur, tha më në fund. Ndoshta ka dashur të mbrojë veten. Ndoshta historinë tonë, po neve? Tha dikush tjetër. Ne jemi këtu bashkë. Kemi të drejtë ta dimë të vërtetën. Hygerta tunte kokën ngadalë. Problemi nuk është që jeni njohur më parë, tha ajo. Problemi është që është thënë ndryshe. Limi fërkoi duart. Zëri i tij tani ishte më i ulët, me Albën ka pasur ndjenja reale, tha. Nuk ka qenë lojë. As atëherë, as tani, po atëherë pse gjithë këto kontradikta? Pyeti Ludo. Pse gjysmë të vërteta? Askush nuk kishte përgjigje të qartë. Në një cep të sallës, dikush pëshpëriti, gjërat po dalin ndryshe nga sa I kemi parë, dhe diku tjetër, Alba nuk ishte aty për të folur. Nuk ishte aty për të shpjeguar. Nuk ishte aty për të mbrojtur veten. Ajo mungesë e saj u ndje fort, sepse ndonjëherë kur një histori tregohet vetëm nga njëra anë, e vërteta bëhet e shtrembur pa dashje. Ndoshta, tha më në fund Limi, të gjithë kemi bërë gabime. Edhe unë. Edhe ajo. Por nuk mendoj se Alba është personi që donte t'ju gënjente, por fjala ishte thënë. Dhe kur një dyshim mbillet, nuk hiqet lehtë, banorët u shpërndan ngadalë, duke folur mes tyre, duke analizuar çdo detaj. Historia e Albës nuk ishte më vetëm e saj. Ishte bërë histori e përbashkët, e komentuar, e dyshuar, dhe diku, larg zhurmës, Alba ndoshta po qante sërish, jo sepse humbi Limin, por sepse po humbiste diçka më të vështirë për t'u rikthyer, besimin e njerëzve.